Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Pas paralajmërimeve të studentëve shqiptar për protesta më 18 maj, kryeministri Istria Mickovski bëri thirrje për durim dhe se së shpejti do të propozohet zgjidhje për kërkesën që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Jam i bindur që ai propozim do të jetë sipas rekomandimeve të Komisionit të Venecias dhe sipas standardeve ndërkombëtare, kështu që unë i lutj të gjithë ata që janë pjesë e këtij procesi të jenë të durueshëm, sepse ka forca politike në shtet që nuk duan të jemi shtet që përparon, shtet që ka reforma, por duan një shtet që të ketë trazira, konflikt dhe protesta, tha mes të tjera Istria Mickovski. Kryetaria e Kuvendit Albulena Axhiu dhe njëkohësisht ushtruese detyrese presidentes Kosovës shmangu komentet për largimet nga lista e deputetëve të lëvizjes Vevendosje. Krahas asaj ajo shpreh shqetësimin se vendi nuk ka pasur nevojë të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Për këtë ajo fajsoi opozitën. Nuk ka pasur asnjë nevojë që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, por është dashur që të bëhemi bashkë dhe ta zgjedhim presidentin e vendit me mandat 5 vjeçar. Por për shkak të mungesës së vullnetit politik të partive opozitare, kjo nuk ka qenë e mundur që të bëhet. Tani, ne kemi një ditë të zgjedhjeve, pra jemi në një proces zgjedhor. Zgjedhjet në Republikën e Kosovës mbahen në 7 qershor. Prandaj janë qytetarët e Republikës së Kosovës ata që do t'i vlerësojnë veprimet e partive politike ose të individëve brenda partive politike. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Qeveria shqiptare subvencionon shoqatat e transportit publik me 50 lekë për çdo litër naftë konsumuar. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi deklaroi se kjo masë parashikohet si kompensim për operatorët e transportit qytetas, ndërqytetas dhe rreth qytetas. Bëhet fjalë për një kompensim në masën 50 lekë për litër për gjitha shoqëritë e transportit publik, të transportit qytetas, ndërqytetas dhe rreth qytetas. Sipas këtij subvencionimi do të nisë me efekt që nga muaji mars, periudhë kur filluan dhe efektet e krizës së çmimeve të karburanteve. Një lajm i mirë tjetër që përsëri ne u angazhuam në ato takime që kemi bërë me gjitha grupet e interesit të transportit është që këtë masë subvencionuese do e fillojmë që në muajin mars, kur kishim dhe fillimin e efekteve të krizës. Ministri i Financave i Shqipërisë Petri Tmale bëri të ditur se rritja e elementeve të sigurisë në pullat fiskale do të përmirësojë cilësinë e administrimit fiskal, por dhe do të rrisë standardet e sigurisë ushqimore në vend. Në një prononcim për mediat pas mbledhjes së qeverisë, Male informoi mbi amendimet e vendimit të Këshillit të Ministrave që lidhen me elementet e sigurisë së pullave fiskale. Rriten elementet e sigurisë që bëjnë të pamundur ose ulin mundësinë e falsifikimit të tyre. Nga ana tjetër do të vendosim edhe teknologjinë track and trace në pullat fiskale, duke i dhënë mundësinë autoriteteve si tatimore dhe doganore që të ndjekin produktet që nga prodhuesi ose importuesi deri tek konsumatori i fundit. Krahas asaj, ministri bëri të ditur se një risi tjetër e pullave të reja do të jetë edhe barkodi që vendoset në këto pulla fiskale ku konsumatorët do të kenë mundësinë që të ndërveprojnë me produktin e aksizës. Konsumatorët do të kenë mundësinë që të ndërveprojnë me produktin e aksizës. Nëpërmjet barkodit, nëpërmjet një telefoni, do të mund që të skanojnë produktin dhe të marrin informacion se kush është prodhuesi, kush është importuesi, kush është data në cilën ka hyrë produkti në Shqipëri dhe informacione tjera që mund të jenë në dobi dhe vinë dhe natyrisht në dobi të sigurimit të sigurisë ushqimore. Në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë është vendosur në funksion të plot akseleratori 3 linar në shërbimin onkologjik. Ministri i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Visajla gjatë inspektimit tha se nëpërmjet akseleratorit të ri dhe zbatimit të moduleve bashkëore rriten kapacitetet e shërbimit në njësinë e radioterapisë, ndërsa aplikimi i teknikave të reja realizon ndërhyrje me precizion të lartë dhe trajtime më efikase për pacientët. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.